Vllaznia në futboll për femra kualifikohet në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë pasi mund në dy takimet e turit çerkfinal ekipin Atletik Shkodra, fillimisht në ndeshjen e parë 0-9 dhe në ndeshjen e dytë 3-0. Urime profesor Leka për këtë kualifikim. Faleminderit shumë gasi, po ish i pritshëm kualifikimi sepse diferenca midis dy ekipeve dihet tashmë, por ne na vleti shumë të dy ndeshje sepse aktivizume shumë lojtarë të U17, po thuaj se 90% e ekipit ishin të U17, sepse edhe këto do të fillojnë shumë shpejt fazën e dytë dhe shohim ku jena me këta vajzat e U17. Pa në një farë mënyrë ballafaqimi me Atletik Shkodrën ka qenë një test i ka shërbyer skuadrës për promovimin e elementit të ri. Po diskutim, siç e thash më përpara, ne na vleti shumë këta dy ndeshje sepse aktivizume vajzat e U17 që ti shohim mënyrën se si lozin, si vrapojnë, si reagojnë në kushte lojet me një ekip që është ekipi superiores, mënyrën se si lëvizin, pasimet, daljet, këra tranzicionin, gjitha me radhë, me thënë, ne na vleti shumë të dy ndeshje. Tashmë në gjysmëfinalen dhe me cilin prej skuadrave mund të ndeshet Vllaznia? Po ma mund të na është ndeshje me ekipin e Durrësit, sepse kjo është edhe shorti, që mase renditjes kampionatit, dhe Durrësi ka fituar ndeshjen për 2-0 me Antjarën me Partizanin, dhe ma mund të me luajtë me Durrësin. Kështu që besoj që ndeshjen tjetër, javën tjetër e kemi ndeshjen në Durrës, ndeshjen e parë. Dhe me çfarë është parë, të uta e Durrësit në këtë sezon është përforcuar shumë dhe ka pretendime për të shkuar sa më lart dhe pse jo trofeun. Po normalisht çdo ekip, sidomos katërshja që mund mendohet që kualifikohet, janë edhe katërshja e parë e kampionatit, e renditjes fazës parë kampionatit, dhe normalisht çdo ekip ka pretendimet e veta të fitojnë kupën, sepse është një objektivi që mund t'i vënë ekipet një vetit, kështu që është e mundë gjithë secila me fitu, por Vllaznia lufton, kena thënë që në fillim të dy frontet, edhe kampionat dhe kupë. Sezonin e kaluar Vllaznia si mungoi Kupa e Shqipërisë dhe patjetër se këtë sezon e doni patjetër. Shiko, patjetër, na kena objektiva. Në fillim të kampionatit, në fillim të sezonit kena vu objektiva për fitimin e kampionatit dhe fitimin e kupës. Kështu që na do punojmë shumë që të arrijmë të dy objektiva. Pra, kërkoni Kupën e Shqipërisë dhe titullin e 13 kampion për futboll për ferma, ku në këto 12 titull që kemi lënë pas se 10 janë të Nikolin Lekës dhe 2 të kolegëve tuaj. Deri ku do të shkojë Nikolin Leka me këto trofe? Nikolin Leka do shkojë me trofe duke punuar me këta vajza, duke pas një president si Lazar Matia që është shumë i përkushtuar për ekipin dhe duke pas edhe stafin tim krah. Dhe normalisht që na kërkojmë sa më përpara, të shohim dhe që ardhmën se nuk e dina, na dina se çka ka ndodhur sot për sot, por shpresojmë që për mirë. Sa për informacion të shikuesve dhe të amatorëve të futbollit për femra, javën e ardhshme luhet Kupa e Shqipërisë. Do të jenë 2 javë rradhazi, vajtje ardhje? Po, 2 javë rradhazi do të jenë vajtje ardhje. Ndeshja e parë dihet që janë në fushën e ekipit, që është ekipi më i dobët në renditjen në klasifikimin e fazës parë, kështu që shpresoj që e kena në Durrës ndeshjen tjetër, pastaj pas 2 javësh i vjen në Shkodër. Dhe finalja do të luhet më vonë apo? Finalja nuk e di sikur është, se nuk është saktuar akoma, kështu që ta shohim, por të shkojmë deri te finalja. Dhe kampionati kur fillon? Kampionati fillon pas 12 javë, besoj nga data 14 shkurt, që është ndeshja e parë po me Atletikun në Shkodër. Profesor urime për kualifikimin dhe suksese urojmë për fitore 2 trofeve. Faleminderit shumë.